duhet të ishim me të sindikatës. Pas premierës në Lezhë, faqja artistike Salambo lexon gazetën, unë gjit edhe në skenën e qendrës rinore Arka në Shkodër. Poema për skenë autores Elsa Demo, interpretuar nga aktoria Jolinda Emiri dhe me regji të Vladimir Dodës, solli para publikut një rrëfim të ndërtuar mbi jetën e Salambos. Përmes një rrëfimi në rënd të kundërt kronologjik, personazhi ndërthur kujtimet personale me imagjinaren kolektive, duke ngritur pyetje mbi identitetin, trupin, dhunën dhe lirinë e gruas. Shfaqja synon të nxjisë reflektim dhe debat mbi sfidat që gratë vazhdojnë të përballen në shoqërinë e sotme. Shfaqja, domethënë mbrëmja siç e po atë shkoi mjaftueshëm mirë, kena prit publik, po ka qenë edhe më i përzemër se ç'mendonim, pavarësisht se publiku shkodran e njoh, tashmë e njohim bashkë me kolegen Juli Miri, që është aktoria është në formë monodrame, kjo poemë për skenë shkruar nga Elsa Demo. Feedbacku ka qenë i mirë si në Lezhë, ashtu edhe sot në Shkodër. Urojmë ta çojmë përpara si projekt, sepse është si studim i parë, le të themi, dhe shpresojmë ta zgjerojmë edhe pak. Dhe falenderoj publikun shkodran, lezhjan, ata që kanë prit në këtë dynet. Është një vepër shumë e dendur, për brenda është një tekst i le të themi teatrit bashkëkohor që ka brenda shumë përveç tematikës gruas, lirisë së saj dhe ky personazh i fortë që është Salambo, që vjen edhe nga një imagjinar kolektiv i filmave peplam, filma historik që publiku jo shqiptar shikonte me endje sepse vinin nga jashtë dhe ishin shumë të ndërtuar se filmat e realizmit socialist mbase. Është një vepër që prek shumë tema, por tregon jetën e një femre nga një shtresë marginalizuar e shoqërisë, po themi, që quhet Salambo, por duke treguar jetën e vet, ajo prek shumë tema dhe jo vetëm për sa i përket botës femrës, feminilitetit, po edhe diferencave midis femrës dhe mashkullit në botë kuptim, pjesën e shtresave të shoqërisë, stresat e marginalizuar ose kanalizimet, siç ajo e përdor shpesh si metaforë në vepër, dhe pjesën tjetër të pushtetit, po themi, dhe në këtë eksplorim është gjithashtu edhe një kërkim shumë i thellë psikologjik brenda qenies njerëzore për të qenit femër apo mashkull. Pas prezantimit në Lezhë dhe Shkodër, Salambo lexon gazetën, do të vijojë turneun artistik edhe në qytete të tjera të vendit, me synimin për të sjellë për publiku një vepër që e përdor teatrin si një mjet reflektimi dhe ndërgjegjësimi mbi çështje të rëndësishme shoqërore.